Ka një thashë them si pas cilit Grida Duma do të bëhet zëvendës kryeministe. Do të ishte shumë mirë, s'pari sepse në një përballje televizive në një studio tjetër çfarëdo, ajo do të shfaqej si EPS-s dhe unë si pra të dy pa maska. Do të ishte shumë mirë me pak imagjinat, vendin e saj në Top Story, si moderatore Top Story, do ta zinte Belinda Balluku dhe do të vinte këmbimi i favoreve. Belinda do të ftonte Gridën si zëvendës kryeministe për të folur për ndonjë tunel apo aeroport. Jo Belinda vetë, por Grida tashmë zëvendës kryeministe. Do të ishte shumë mirë sepse Nora e Kelmendit do të rikthehej në çadrën e Pashajt, jo për ta vrarë, por për ta mikluar, dhe në fund do të ishte shumë mirë sepse të gjithë në fund atje ku kanë dashur të jenë në fillim, apo siç thonë Grida dhe Rama në kryet herë.